do të kry patjetër sepse punëtorët përpos asaj që vendosur janë të mlefosin sepse paramendojnë nëse një punëtor që jeton me një pagë dhe nuk merr 2 muaj ditë pagë, paramendojnë çfarë situate mund të jetë. Cili është arsyetimi në fakt që e keni marrë vazhdimsi nga komuna e Prishtinës që hasën në fakt në probleme të tilla që punëtorëve nuk ju ekzekutohen paga sepse po flasim pra pikërisht për pjesën probleme me ekzekutimin e pagave? Ne po them që në muajin qershor kemi pasur takim me nënkryetarën e komunës, me drejtorin e përkurimit, kemi pasur takim me drejtorin e drejtorisë arsimit, kemi pasur me drejtorin e financave dhe normal që në këtë takim të përbashkët që të gjithë kanë qenë së bashku, shqetësimet tona që kemi deklaruar se mund të ndodhë që muaj korrekt do të kemi të lash, ata na kanë premtuar që kjo nuk do të ndodhë, por megjithatë kjo ndodhi. Realisht në fundit për të çështje le të merren personat që janë të thirrur për të çështje, neve nëse me 31 gusht nuk I kemi pagat në llogarinë, nuk na vjen mirë që themi, por megjithatë këtë grevë nuk e bojnë punëtorët. Këtë grevë ju ka imponuar nga aktorët kryesorë të komunës Prishtinës, sepse pagën ashtu siç e marrin për veti, edhe këta punëtorë duhet ta kenë të pagë përkundrazi që I kemi pagat jashtëzakonisht shumë vogla. Pra juve se paralajmërohet grevë nga ana tjetër, po flasim pak edhe për një çështje tjetër, pra po flasim për vdekjet në vendin e punës. Pra në Kekë kemi edhe një rast pra të vdekjeve